Në qetësinë e maleve të Judës, një erë e fortë fryu si një zë që vinte nga qielli. Isaia, një burr i ri me sy të thellë e zemër të pastër, ndjeu një dridhje që përshkoi shpirtin e tij. Ai ndodhej vetëm, por ajri rreth tij u mbush me një dritë të artë dhe toka dukej sikur po merrte frym. Papritur, një zë i fuqishëm, i ngrohtë dhe i frikshëm njëkohësisht, foli. Isaia, biri im, unë të kam zgjedhur që të jesh zëri im në mesin e njerëzve. Ai ra në gjunjë, me duar që i dridheshin, duke ndjerë madhështinë dhe peshën e thirrjes së Zotit. Lotët i rridhnin në përfaqe, ndërsa zemra i rrithte fort. Ai e dinte se kjo ditë do ta ndryshonte përgjithmonë. Nga ai moment, Isaia nuk do të ishte më vetëm një njeri, ai do të bëhej një dritë në errësirë. Era e mëngjesit sillte aromën e pluhurit dhe të djegës së altarit. Jeruzalemi zgjohej ngadalë, por Isaia ecte mes rrugëve si një njeri që kishte parë qiellin. Ai dëgjonte ende zërin hyjnor në veshët e tij, si një jehon që nuk pushonte kurrë. Populli ishte i zënë me tregti, me grindje e mëkate, duke harruar Zotin që i kishte çliruar. Një ditë, ndërsa qëndronte para tempullit, Isaia ndjeu përsëri praninë e shenjtë. Qielli u hap në sy të tij dhe ai pa një fron të lartë të rrethuar nga engjëj që thërrisnin. I shenjtë, është Zoti i ushtrive. Zemra e tij u mbush me frikë dhe nderim. Unë jam mëkatar, tha me zë të dridhur, si mund të flas për Zotin? Por një nga serafët zbriti dhe i preku buzët me një prush të ndezur. Ja, mëkati yt është falur, tha zëri. Aty Isaia u ngrit ndryshe, i lindur sërisht, i mbushur me zjarin e Zotit. Pas thirrjes së tij, Isaia u bë një figurë e njohur në rrugët e Jeruzalemit. Fjalët e tij përshkonin ajrin si shigjeta të zjarta. Ai nuk kishte frikë të fliste për të vërtetën, edhe kur ajo i kushtonte dashuri, miqësi e madje sigurinë e jetës së tij. Një ditë, ai u thirr në pallatin e mbretit Ahaz. Obori mbretëror ishte i mbushur me aromë temjani, por zemra e mbretit ishte plot frikë dhe mashtrim. Mos na trëmb me profecitë tua, Isaia, i tha Ahazi. Ne do të kërkojmë ndihmë nga mbretërit e tjerë, jo nga qielli. Isaia e pa drejtë në sy dhe tha: Nëse nuk qëndroni në besim, nuk do të qëndroni fare. Fjalët e tij ranë si rrufe mbi heshtjen e sallës. Ahazi uli kokën, por krenaria e tij e verbër e pengoi të dëgjonte. Isaia u largua ngadalë, duke ditur se populli do të vuante pasojat e mosbesimit të tij. Por në shpirt, ai ndjeu një dritë që nuk do të shuhej kurrë. Pas largimit nga pallati, Isaia e ndjeu frymin e Zotit ta udhëhiqte drejt një vendi të qetë, ku dritat e diellit bien si bekim mbi tokë. Aty, zëri hyjnor u shfaq përsëri. Isaia, jepu popullit një shenjë që unë jam me ta, edhe në errësirë. Ai pa në vegim një grua të re që mbante një fëmijë në krah. Dritë hyjnore e rrethonte foshnjën dhe një paqe e pamat mbushte ajrin. Zëri tha: Ky fëmijë do të quhet Emanuel, Zoti është me ne. Isaia e kuptoi se kjo ishte një profeci për shpëtimin që do të vinte në të ardhmen. Zemra e tij u mbush me shpresë, edhe pse e dinte se ditë të vështira po afroheshin. Ai u kthye te populli dhe shpalli fjalët e Zotit me një forcë që vinte nga qielli. Mos kini frikë nga errësira, sepse drita e Zotit do të lindë përsëri mbi ju. Vitet kaluan dhe fjalët e Isaias u përhapën në çdo cep të Judës. Disa e dëgjonin me zemër, të tjerë e përqeshnin, duke e quajtur njëri të çmendur. Por profeti e dinte se çdo fjalë që ai shqiptonte vinte nga Zoti. Një natë, ndërsa qyteti flinte, Isaia pa një vegim që e tronditi. Qielli u bë i zi si bloz, dhe mbi muret e Jeruzalemit u shfaqën hije të mëdha. Zëri i Zotit i tha: Populli im më ka harruar. Ata adhurojnë idhuj, nuk më kërkojnë më. Ndëshkimi po afrohet. Isaia u zgjua me frymë të rënd, djers në ball dhe lot në sy. Ai e dinte se kjo errësirë nuk ishte vetëm simbolike, ishte fillimi i një fatkeqësie të vërtetë. Megjithatë, në mes të frikës, një dritë e vogël brenda shpirtit të tij nuk u shua. Besimi se mëshira e Zotit do të triumfonte mbi gjykimin.
Pas vegimit të errësirës, Isaia u ngrit herët në agim dhe u drejtua te sheshi kryesor I Jeruzalemit. Populli tregtonte, qeshte dhe pinte verë, pa e ditur se rreth e ndëshkimit po afroheshin mbi ta. Ai ngriti zërin me fuqi, që dukej se vinte nga vetë qielli. Kthehuni tek Zoti. Lani zemrat tuaja nga mëkatet. Mëshira e Tij ende ju pret. Disa ndaluan e dëgjuan me sy të mbushur me frikë, por të tjerë përqeshën. Ku është Zoti yt Isaia? Ne jemi të fortë, kemi ushtri dhe arë. Isaia uli kokën për një çast, pastaj ngriti syt lart, ku një rrezë dielli kaloi në përreth e dendura. Ju besoni në arin tuaj, tha me zë të qetë, por unë besoj në dritën që nuk shuhet kurrë. Fjalët e tij mbetën pezull në ajër, si një paralajmërim që do të kumbonte ndër shekuj. Një mbrëmje, ndërsa qielli I Jerusalemit ndrinte si bakër nga perëndimi, Isaia u ul pranë murit të qytetit. Era sillte aromën e zjarreve dhe britmat e njerëzve që festonin, pa e ditur se gëzimi I tyre do të kthehej në vaj. Në heshtje, një vegim I ri e pushtoi. Ai pa qytetet e Judës të shkrumbuara, tempujt e rënuar dhe popullin e shpërndar si pluhur mbi erë. Një zë I trishtuar, por I drejt, I tha: "Ky është fundi që sjell mëkati, por jo fundi I shpresës." Lotët I mbuluan sytë e Isaias. Ai e ndjeu peshën e dhimbjes së Zotit për bijtë e tij rebel. "O Zot," pëshpëriti ai, "nëse gjykimi është I pashmangshëm, më lejo të jem zëri I mëshirës tënde." Një rrezë e butë drite ndriçoi fytyrën e tij, si shenjë se edhe në mes të rënuarës, Zoti nuk e harron krijimin e vet. Pas vegimit të shkatrimit, Isaia u mbulua nga heshtja. Ai qëndroi gjatë në lutje, duke kërkuar mëshirë për popullin e tij. Në errësirën e shpirtit, një dritë e re nisi të linte. Një zë I butë, ndryshe nga zërat e mëparshëm, I foli: "Nga rrënjët e Davudit do të dalë një filiz I ri. Ai do të sjellë paqe, drejtësi dhe dritë për të gjithë kombet." Isaia ngriti syt dhe pa në vegim një fëmijë që ecste në dritë, me një kuror drite mbi kokë dhe me duar që përhapnin ngrohtësi mbi botën. Zemra e tij u mbush me gëzim dhe dridhje. Ai e kuptoi, Zoti po shpallte ardhjen e Mesias. Me lot në sy dhe me zë të butë, ai tha: "Një fëmijë do të lindë për ne, dhe paqja e tij nuk do të ketë fund." Këto fjalë do të jehonin ndër shekuj, si premtimi më I madh I Zotit. Pas vegimit të shpresës, Isaia nisi të udhëtonte nga një qytet në tjetrin, duke shpallur fjalët që Zoti I kishte dhënë. Ai ecte nëpër male, lugina dhe shkretira, me bastunin në dorë dhe me zërin që kumbonte si një frymë e shenjtë. Në çdo vend ku shkonte, njerëzit ndaleshin për ta dëgjuar. Disa qanin, të tjerë përqafonin me falënderim. Ai fliste për një mbret që do të vinte, jo për të sunduar me shpatë, por për të shëruar zemrat e thyera. Në një mbrëmje të qetë, ndërsa erat e Judës frynin mbi rrugët e pluhurosura, Isaia ngriti syt dhe tha me zë të butë: "Barazia do të lulëzoj dhe drejtësia do të banojë ndër njerëz." Fjalët e tij u përhapën si arome dritës, dhe era I mori me vete për t'i çuar në çdo skaj të tokës së shenjtë. Një ditë, ndërsa Isaia kthehej në Jeruzalem, ai pa qytetin e mbuluar nga tymi dhe zhurmat e luftës. Populli kishte rënë sërish në mëkat dhe dhunë. Zemra e tij u thye. Ai hyri në rrugët ku dikur kishte predikuar, por tani ato ishin të mbushura me frikë. Me zë të fuqishëm ai thiri: "Populli im, pse ktheheni në errësirë pasi keni parë dritën? Zoti ju fton të pendoheni." Një grup burrash ju afrua me zemërim. "Mjaft me fjalët e tua të rënda, profet," briti një prej tyre. Por Isaia qëndroi patundur. Një dritë e artë rambi fytyrën e tij dhe zëri I tij u bë si buburim. "Asnjë forcë e botës nuk mund ta shuajë fjalën e Zotit." Ata heshtën. Edhe era pushoi për një çast. Në atë heshtje, Isaia kuptoi se detyra e tij nuk ishte të fitonte mirënjohje, por të sillte të vërtetën, edhe kur bota nuk donte ta dëgjonte. Pas trazirave dhe dhunës, Isaia u fsheh për disa ditë në një shpellë jashtë qytetit.
Aty, ai kërkoi fytyrën e Zotit në heshtje dhe lutje. Ajri ishte i ftohtë dhe vetëm një rrezë drite hynte përmes gurëve të qarë, duke ndriçuar duart e tij të ngritura. Në atë qetësi, Zoti i foli përsëri: "Mos u frikësto, sepse unë jam me ty. Errësira do të vijë, por drita ime do të lindë përsëri mbi Izraelin." Isaia ndjeu ngrohtësi që përshkoi gjithë qenin e tij. Ai doli nga shpella dhe pa horizontin që ndrinte me rreze të arta. Brenda shpirtit të tij, një paqe e thellë mbizotëroi. Ai e kuptoi se edhe në momentet më të errta, shpresa është zëri i Zotit që nuk shuhet kurrë. Nga ajo ditë, ai filloi të shkronte çdo fjalë që dëgjonte, për brezat që do të vinin pas tij. Atë natë, profeti u përpoq të prehej, por zori i Zotit nuk pushonte në zemrën e tij. Edhe kur gjumi e mbulonte, ai shihte në ëndra qytete që digjeshin, lumenj që shteronin dhe turma që thërrisnin për shpëtim. Zgjoheshte i mbuluar në djers, me zemrën që i rrihte fort, ndërsa një përshpëritje e buti thoshte: "Mos ki frikë, thuaj atë që të urdhëroj, edhe nëse bota nuk të dëgjon." Ai u ngrit, lau fytyrën dhe doli në fushë. Era e ftohtë e agimit i përplasej në fytyrë, dhe kur hodhi sytë drejt horizontit, pa një dritë që lëviste ngadalë mbi male. Nuk ishte dielli, as zjarr toksor, ishte diçka hyjnore, një shkëlqim i pastër, i qetë dhe i gjallë. Ai ra në gjunjë dhe me lot në sy kuptoi se Zoti po i tregonte rrugën. Zëri foli përsëri, këtë herë më me forcë: "Kur bota të refuzoj të vërtetën, era do t'i çoj fjalët e mia në zemrat e zgjedhura. Ti je vetëm lajmëtari, por mesazhi është i përjetshëm." Profeti qau në heshtje, duke ndjer peshën dhe nderin e misionit të tij. Në mbrëmjen që pasoi, qielli u mbulua nga re të trasha. Aizaja e ndjeu një dridhje të brendshme, një parandjenjë që diçka e madhe po afrohej. Qyteti ishte i heshtur, por dritat e zjarreve në largësi ndriçonin horizontin si yje të rënë. Ai ngriti syt dhe pa një dritë të fortë që ndau ret, duke zbuluar një rreth drite që rrotullohej ngadalë mbi tempullin e vjetër. Njerëzit dolën nga shtëpitë e tyre, disa të friksuar, disa të mahnitur. "Çfarë është kjo shenjë?" pyetën ata. Por Aizaja e dinte. Ai ndjeu praninë e Zotit, një thirrje për të folur përsëri. Me zë të dridhur, ai shpalli: "Kjo është shenja e mëshirës dhe e gjykimit. Zoti ende nuk na ka braktisur, por ai kërkon kthimin e zemrave tona." Fjalët e tij përhapeshin në përturm si flak. Disa ra në gjunjë, të tjerë largoheshin me frikë, por qielli vazhdonte të ndriçohej me një shkëlqim të padurueshëm. Aizaja e ndjeu shpirtin e tij të mbushur me fuqi hyjnore, ndërsa rret u shpërndan dhe qetësia ra përsëri mbi tokë. Pas asaj nate të mrekullueshme, njerëzit filluan të flisnin për profetin që kishte parë shenjën në qiell. Disa e quanin të çmendur, të tjerë besonin si njëri të dërguar nga Zoti. Isaia nuk kërkonte lavdi, por e ndjeu që mesazhi i tij po hynte ngadalë në zemrat e njerëzve. Ai udhëtonte nga një qytet në tjetrin, duke folur në për rrugë, tregje dhe tempoj. Një ditë, ndërsa predikonte për mëshirën e Zotit, një djalë i ri i u afrua me sy të mbushur me lot. "A mund të më falë Zoti edhe mu?" pyeti ai me zë të dridhur. Isaia e pa drejt në sy dhe i tha me butësi: "Nëse zemra jote kërkon ndjes, Zoti është afër. Ai nuk e harron as shpirtin më të humbur." Këto fjalë u përhapën si erë e ngrohtë në fushë. Njerëzit filluan të pendoheshin, të falnin njëri tjetrin dhe të kërkonin dritën e së vërtetës. Isaia kuptoi se fjalët e tij nuk ishin më vetëm të tijat, ato ishin zëri i Zotit që po zgjonte një popull të tërë. Vitet kaluan dhe flokët e Isaias u bën të bardhë si bora mbi malin Sion. Ai kishte parë luftra, shkatërrime dhe ringjallje shpirtërore. Por, për te dhimbjes, ai kishte parë edhe dritën e premtuar të Zotit. Në netët e qeta, ai ngrihej drejt qiellit dhe pëshpriste: "Fjalët e tua o Zot kanë udhëtuar më larg se unë." Një natë, ndërsa hëna ndriçonte rrugët e Jeruzalemit, Isaia ndjem një paqe të thellë.
zëri që e kishte thirrur dikur, përsëri u dëgjua në shpirtin e tij. Ti ke përmbushur misionin tënd, fjala ime do të qëndrojë përgjithmonë. Ai buzëqeshi lehtë, duke ditur se jeta e tij kishte qenë një urë midis njerëzve dhe Zotit. Kur agoi mëngjesi, njerëzit e gjetën profetin të ulur pranë tempullit, me dorën mbi gjoks dhe fytyrën e ndriçuar nga paqja. Nuk kishte më frym, por dukej sikur ende dëgjonte zërin hynor. Dhe kështu, Isaia u bë një simbol i shpresës, gjykimit dhe shpëtimit përjetshëm, profeti që foli me zemrën e Zotit.